Sot jena këtu me një video shumë interesante. Si që keni pa të titulli, kena me nejtë setupin e Erlës. Për herë të fundit me setupin e Erlës kena marrë të kjo video, ku i mora Erlës këtë iMac-un. Por që të themi drejtën janë 2025 edhe kjo s'kry më punë. Kjo maksimum e pa i video në YouTube është. Edhe me që Erla është gamere, vendos sa t'i ndërtoj setupin e vet gaming. E ka pas njëri setup, po kësaj herë dhe ketë shumë atë mirë. Edhe Erla nuk është fare ndjenjë për këtë setup, pasi kompjuteri nuk është ndërtuar akoma. Në këtë video do ndërtoj edhe kompjuterin. Domethënë kam vetëm pjesë i thanej. Edhe Erla kur shef sa pjesë nuk është se merr vesh që u bë kompjuter. Para se më shku m'ja u tregu, du si fillim boni gjithë like edhe subscribe. Unë po ju kërkoj 2000, po e di shumë mirë që ju do bëni 3000 fare në këtë video. Se e kam vure që këto lloj videosh ju pëlqejnë. Shkojmë tash i pa shumë kohë. Ja ku janë pjesët me të cilat do ndërtohet setupi. Case ose kutia, power supply, motherboardi me procesor edhe me RAM. Ma vonë ja u tregoj gjitha se çfarë janë këto pjesë. Karta grafike që kam pas unë, freskuese procesorit, ventilatori, edhe 3 freskuese për case-in. Monitorat e gjona do ja u tregoj më vonë, se s'du t'ja u tregoj gjitha që tash. Ka me dalë se ta bomb. Tash u kam goxha punë se do më duhet me montu kompjuterin, ca pjesë do ja u tregoj edhe ju, kështu që shkojmë me montimin. Shkojmë mirë të heqim zhullin, siç e ka bëu gjithë pluhur. Kesi u shmontui gjithi, tash do të me fillu me fut pjesët në ta. Sa po montova freskuset, një atje mrapa edhe 2 këtu para. Fusim kablat e power supply, e fusim në case. Sa po montova motherboardin, lëviz pak, se nuk e kam shtrënguar maksimum, por që sa më në vend, se herën e fundit të shtrëngova shumë edhe e prisha motherboardin fare. Tani shkem edhe me pas në termike të procesori. Okej, e vuna. Edhe ventilatori procesorit të vunë, siç mund ta shihni. Okej, paka shumë i kam montu, tani do të më provu se a nizet, a është dëgjon rregull apo e kam dhi. Shkrim të avem edhe kartën grafike. Dhe kompjuteri punon çuna, jam talent, me rëf shtëpi jam talent, qive bona gjithan. Nga zero e plotësova kompjuterin. Kur mora motherboardin me të ardhën edhe 8 GB RAM, 2.4 nga HyperX-i, kështu që mora edhe 2 tjera që t'i bëj 16. Edhe vendos e para. Okej, vu dhe tjetra. Për ju që se kuptoni pse kam vut kuqe zezë, jo 2 kuqe, 2 zezat. Kështu duhet në vendosë sepse kjo lidhet me këtë e kjo me këtë. Quhet dual channel. Kjo është mënyra saktë për t'i vu RAM. Por që janë të njëjtat frekuenca, kështu që besoj që të punojnë gjitha bashkë mirë me njëra tjetrën. Po instaloj Windows i kompjuter dhe masane shkojmë t'ja rregullojmë setupin. Sa t'instalohet Windows i shkojmë ju t'tregoj ekranat. Ky ekran është 27 polsh, LED, 2K, 180 Hz, 1 milisekond vonesë, HDR. Tani shkojmë dhe hapim kutinë. Okej, u hap. Opa, në ra libri. Pjesa e komës, një kabel DisplayPort edhe një kabel për tanes. Edhe pjesa tjetër për tanes është si kajkus. Pjesa poshtë me komës. Edhe po t'heqim këtë. Okej, dhe ja ku është. Shkojmë e hapim. Sa i bukur që e ka, re. Vetëm shifeni se sa i holl që e ka. Është të pëlqy shumë. Erla është bo me alamet monitori. Ama nuk do përdor këtë kohë me në kallëshukut që vjen me monitorin. Me që do ketë 2 monitore me gjitha të green që pat, vendosa më përdor monitor armin e White Sharkut. Shkemi futim i punës. Disa orë më vonë. Tyra Erla zilës do të rregullu vejnë shpejt e shpejt. Që të filmu? Jam pak i zonë për momentin, kështu që hajde ma vonë. Po ku ta le çantën? Nuk ka rëndësi. Jam bojnë ndjerës, tash ja jo e din që autonot diçka, po ja sa ti jap to detajet e funit edhe tregojmë reagimin e Erlës. Edhe tu insans ju se keni pa akoma. Okej, tash mendoj se çdo gjë është gati, thirrim Erlën. O Erl! Mund të vish? Hajde. Erl, kujtot hera funi që të kam vënë setup? Po. Të pëlqeu? Jo. Pse? Si ishte kot? Pse kot më? Si ishte gaming? Pse ke qenë me lulërat, ja? Po. Okej, ngjo tash. Mbes di se aq shumë duke marr kompjuterin tim, sa vendosa të bëj diçka që të mlesh rahat. Mirë, e kuptove shumë mirë. E kuptove shumë mirë. Hec. Rit. Hapi. Faleminderit lol. A të pëlqej ka tash? Po. Me 2 monitora me që na ullën nga rike. Si që e ka? Te ka i mirë.
A di se sa njerëz të kanë marrë natë tani për momentin se ka plot çuna që se kanë setupin ashtë mirë. E ti e ke. Erl tjetë e pa për herë parë setupin, po edhe shikus. Kështu që t'ja u shpjegoj pak aty nëse si është çdo pjesë. Ty bëjmë setup tour edhe shikusve? Po. Siç mund ta shihni karrikja, ju lash karrikën si ho, pasi motrave ju ka pëlqyer shumë si karrike. Tani shkojmë te monitorat. Ku monitori kryesor është 27 polsh, 180 Hz LED HDR edhe 1 milisekond vonesë nga Arzopa, të cilin e ke perfekt për gaming, okay? Ndërsa monitori i dytë është po ashtu 27 polsh, është LED nga kompania Philips edhe është 75 Hz. Është goxha i mirë për monitor dytë. Vetëm të ishte i zi dhe ishte pak më bukur, po nejse. Ndërsa spekset e kompjuterit janë Intel Core i7 4790K, 4 GHz, 16 GB RAM, HyperX, karta grafike është karta ime vjetër RX 5700 XT 8 GB, power supply është nga White Shark 850W që Gold, ka një SSD 250 GB dhe një hard disk 500 GB. Më të mirë se ka që Erla s'ka që do të drejtën. Okej, tani ti tregoj pak aksesorët. Mikrofoni është Fifine K690, mousepadi edhe tapeti poshtë siç mund ta shihni janë White Shark. Tastiera është nga White Sharku, nga premium line-i, mund ndryshojmë dritat si duam vet. Këto më pëlqejnë më më shumti, ndërsa mouse-i, siç mund ta shihni duket si diçka aliene, edhe ky është White Shark. Po të them drejtën, tashi nuk është se më pëlqej ka aq shumë, në foto mund dukte më i bukur, këtu i bukur është gjë speciale, po nuk përshtatet shumë me setupin. Kufjet janë nga White Sharku, po ashtu. Kamera është nga Obzboti. Besoj e vutre që kompjuteri nuk ka asnjë dritë, po në fakt ventilatori mrapa, ventilatori përgjithësorit edhe dy para, të katërta kanë drita, por që me sa duket pas kam nevojë për një hub që më ia unes dritat, e kam porositë edhe do ja tregoj sapo të arrije. Shkojmë t'ju tregoj se si duket setupi dark. Edhe besoj që u tregova të gjitha, shpresoj t'i ketë pëlqyer ky setup. Erlës i pëlqeu, besoj. Po. Kështu që nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like edhe subscribe edhe shihni në videon e radhës. Bye bye. Bye.